Pas përfundimit të Big Brother VIP Albania 2, Egli, Tako dhe Gjesti kishin nisur të përfliteshin si një çift i mundshëm pas afrimitetit të tyre brenda shtëpisë, por ndërsa fansat prisnin të shihnin zhvillime jashtë, duket se situata ka marrë një tjetër rrjedhë. Pak ditë më parë, rrjeti shpërtheu pas një deklarate të bushme nga një gazetar, i cili pretendoi se motra e Gjestit ka një shoqëri shumë të ngushtë me ish të dashurën e tij Diellzën. Madje ai shtoi se Gjesti është takuar sërish me Diellzën dhe i ka dhuruar një zinxhir, një veprim që ka ndezur dyshime për një rikthim të mundshëm ose të paktën një afrim të diskutueshëm mes tyre. Thuhet se Egli nuk ka qenë në dieni të këtij takimi, gjë që mund të ketë qenë edhe pika që derdhi kupën duke e shtyrë atë të distancohet përfundimisht nga Gjesti dhe rrethi i tij familjar. Dhe më pas vjen ditëlindja e Gjestit, fest, miq, urime publike nga figura të njohura, por asnjë shenjë nga Egli. Ajo mungoi totalisht në fest dhe po ashtu edhe në rrjetet sociale, asnjë urim, asnjë like, asnjë shenjë. Në një kohë kur marrëdhëniet dashurore shpesh certifikohen me një postim në Instagram, heshtja e Eglit flet më shumë se fjalët. Fansat kanë filluar të pyesin, a ka ardhur fundi i kësaj romance ende të pa konfirmuar publikisht? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.